Tani ftojmë zotin Krejt Hudri, presidenti i Shtëpisë Botuese Onufi. Përshëndetje të gjithëve. Unë do flas vetëm dy fjalë ndryshe nga zotërit, të cilët bën një shpjegim shumë të hollësishëm të librit Marin Valetit. Unë do thoja që gjëja më e rëndësishme për mua si botues është që arrita që në fund të këtij viti, i cili me aq u kremtua në Shqipëri, dita të gjeja një shkas për ta përkujtuar këtë 100 vjetor. Dhe mora, jo rastësisht, mora librin Rrethimi i Shkodrës. Kishim kohë që e diskutonim këtë për një arsye të thjeshtë, sepse në veprimin time si botues gjithmonë jam orientuar nga vlerat, sidomos të kulturës shqiptare dhe asaj botërore. Dhe shpesh në diskutimet me autorin tim kryesor Ismail Kadare, kur unë kam diskutuar me atë se si mund të bëhe një botim që të niste trashëgimia kulturore shqiptare, nga duhet të niste ajo. Nëse do bëni po themi 20 apo 30 vëllime të kulturës shqiptare si projekt. Dhe gjithmonë ka thënë, është libri i parë, është Rrethimi i Shkodrës, të cilën e quajnë dhe roman e parë, veprën e parë të letërsisë shqipe. Megjithëse zotërit thanë që është vështirë të dallohet letrari nga historiani, këtu Kadare ndoshta nga që është dhe vetë shkrimtar. Pra, kjo ka qenë rruga ime për të arritur tek botimi shqip i Rrethimit të Shkodrës. Dhe jam dakord rastësisht këtu me njëri të cilin do ta ndërojmë të gjithë sot, do të flasim të gjithë për atë njeri dhe e quhet David Hossaflo, dhe është një çudi se si në këtë Shqipëri gjen një njeri, unë e mora për Shkodran, fillim nuk e kuptova fare, ishte amerikan, i cili kishte bredhur gjithanej për ta botuar për këtë libër, dhe shteti shqiptar, nga Llakadër shpesi që është, me fondë do japës do japi, duke premtuar dhe sikur që nuk e dha asnjë qendar. Kishte një besim, sepse ishte natyrshme të kishte besim. Dhe unë, jo se do mdile profecia ime, por ne të mësojmë me vështirësitë tona, unë si botues duke mos patur kur në asnjë rast një synim të marrë ndihmë, jo nga shteti, por nga askush. Me qenë se unë kam moshë edhe 20 vjetë si shpirbotuese, dhe këtë gjë e di mirë, pa edhe po flas me një farë vendosmërie. E dije që Davidi nuk do të gjende këtë përkrahje dhe e kisha menduar këtë gjë që ta bëja vetë, ta realizoja vetë. Sigurisht që Davidi kishte të skepticizmin e vetë, sepse duke qenë një Amerikan, ndoshta një botim në anglisht në Shqipëri, si do të pritej në botën anglisht folse, apo jo, për nga cilësia, për nga emri i Shtëpisë Botuese e shumë gjëra tjera. Që të sociologët e historisë, ky libër është tashmë prezant. Dhe ajo që është e bukur, dhe që do të theksoj këtu edhe një shkodran i shquar i juaj, që është Henrik Lace, i cili 50 vjet përpara e ka botuar këtë libër, fiks 50 vjet. Dhe se si, kjo më dhjetë si një rast shkreti rrallë në kulturën shqiptare, që latinishtja e Marin Valetit, pra latinishtja që është themeli i kulturës europiane, përcillet në anglisht, në këtë gjuhë botërore, nëpërmjet shqipes. Shqipja është ndërmjetëse. Kjo gjë që duhet theksuar dhe është një gjë nderuese për gjuhën shqipe, e cila arriti të sjell, pra, të jetë një ndërmjetëse e një vepre të tillë. S'është fjalë për një roman. Dhe të mendoni që në teknologjitë e sotme se si përhapet libri në Amazon.com apo kudo, pra ka një përhapje të jashtëzakonshme. Dhe kjo fal këtij njeri, fal këtij njeri që David Hossaflo, unë jam shumë i njohur si botues, i cili kur nuk u mërzit, kur nuk u lodh, po me i përkushtim total, me i besim
të vërtetë na bërë të gjithë ne vjedhën nga Tirana, të vim këtë dishiu këtu, ta bëjmë këtë libër në anglisht. Dhe ajo çka unë përfitova si botues isha që e njëjta gjë bën në Shqip dhe jam i lumtur të them se votimi rrethim shkollës nuk e ka shokun në Shqipëri për nga votimi dhe kjo është fal Davidit i cili neve na kanë dhënë pranë dhe gjithë njorit e tija, pavarësisht përvojës time të stafit tim, ai solli tek ne një frym perëndimore, pra në një mënyrë duke që perëndimi shpëtimi i këtij vendi. Dhe kjo është me pak fjalë që do të thoja, një faleminderit shumë David Hosov Flokut të gjithë neve dhe kultura shqiptare është me fat që një Amerikan e bën këtë gjë, se askush nga ne nuk do të bënte këtë, siç nuk e ka bërë deri më sot.